Më shërbërësit. I nderuari drejtor i shkollës së Hifzit El Hidaje, Hafiz Orhan Efendi Ademi, të nderuar hafizler të Komisionit Vlerësues, i nderuar kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame të Kosovës në Preshevë, Nexhmedin Efendi Ademi, të nderuar hoxhallar, mysafir e ju besimtar. Esselamu alaikum, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju. Fillimisht, mirë se keni ardhur në ceremoninë e hifzit të hafizit më të ri në Lugin të Preshevës, Hafiz Bilend Jakupi. Siç e dim se Kurani është fjala e Allahut e zbritur si mëshirë për njerëzit mbar. Ai është udhëzues, dallues i të vërtetës nga e kota, e dritë që na ndriçon rrugën drejt të vërtetës. Allahu në librin e tij të shenjtë në Kur'an thotë: Allahu ka shpallur fjalën më të bukur Kur'anin në formën e një libri, pjesët e të cilit i ngjason njëra tjetrës dhe përsëriten. Prej tij urrënqetet lëkura atyre që i friksohen Zotit të tyre, e mandej qetësohen lëkura dhe zemrat e tyre kur përmendet Allahu. Ky libër është udhëzimi i Allahut, nëpërmjet tij Allahu udhëzon këtë doj, ndërsa atë që Allahu e shpjen në humbje s'mund ta udhëzoj kush. Andaj s'kemi se si ta fillojmë ndryshe këtë program, pos me recitimin e disa ajeteve nga Kur'ani famëlar. Ftojmë hoxhën e nderuar Ismail Tahiri të recitojë disa ajete nga Kur'ani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا
وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي صدق الله العظيم الفاتحة. Allahu është përbleft hoxhën për këtë lexim të mrekullueshëm. Tani do të ftojmë Hafizin Agor Mehmeti për të marrë fjalë për të përshëndetur mysafirët në emër të shkollës së Hifzit El Hidayah. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وأكبره تكبيرا. وأصلي وأسلم على من أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Nderuar drejtor i shkollës së Hifzit El Hidayah, Hafiz Orhan Ademi, të nderuar hafizlerë të komisionit vlerësues, i nderuar kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame të Kosovës në Preshef, Nejledin Efendi Ademi, të nderuar hoxhallar, mysafir e ju besimtar, në emër të shkollës së Hifzit të Kur'anit El Hidayah, u uroj mirëseardhje në ceremoninë e diplomimit të hafizit të ri Bilent Jakupi. Manifestimet e këtij lloji tashmë janë bërë traditë në Preshef. E gjithmonë me pjesëmarrjen tuaj keni dëshmuar që ky popull e don Kur'anin. Andaj lutim Allahun që të shpërblej për pjesëmarrjen tuaj në këtë tupim të bekuar. Shkolla e Hifzit të Kur'anit El Hidayah në Preshef u themelua në vitin 2014, duke plotësuar kështu një vakum të krijuar në trevën tonë, institucion ky që kishte dekada që i mungante luginës. Që nga themelimi në këtë shkollë, më shumë se 200 nxënës kanë mësuar leximin e Kur'anit, si dhe kanë përfunduar hifzin 7 nxënës, 2 vajza dhe 5 djem. Aktualisht vijojnë hifzin 15 nxënës, prej tyre 12 vajza dhe 4 djem. Allahu i madhruar thot në Kur'an: "Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir." Vërtet, ne kemi bërë Kur'anin të lehtë për të kuptuar dhe kujtuar. Prandaj, a ka ndonjë që të marrë këshill? Hafiz Bilenti e filloi mësimin përmendsh në moshën 32 vjeçare dhe e përfundoi atë në moshën 37 vjeçare. Është rast i veçantë në vendin tonë, por edhe më gjerë, që dikush të arrijë të përfundojë hifzin në këtë moshë. Ky është edhe një argument shtesë se Kur'ani është i lehtë për të mësuar. Po ashtu, dëshmon se për të bërë hafiz nuk është patjetër të jesh i ri në moshë, të kesh inteligjencë të lartë apo të kesh x cilësi. Absolutisht jo. Çfarë kërkohet është një zemër e sinqertë e përmalluar për fjalën e Allahut. Hafiz Bilenti është margaritari i radhës që del nga kjo shkollë. Ai është fener që ngriçon rrugën në errësirën e gjunaheve me nurin e Allahut, Kur'anin. Ai është hallt në zinxhirin e hafizlerëve që zanafillën e kanë të hafizi i parë,
te hafizi e njeriu më i mirë që ka shkel në fytyrën e tokës, Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot: "Bellighu anni walau aya." Përcjellni prej meje qoftë edhe një ajet. Nisur nga ky hadith i bekuar nuk mundem pa përmendur shkakun që sot e kemi këtë numër të hafizlerëve të dalur nga ky shkollë. Pas Allahut është mësuesi im e i Hafiz Bilentit, Hafiz Orhani, i cili e ringjalli traditën e hifzit në vendin tonë, e me punën e tij po e jetëson emanetin e të dërguarit të Allahut. Kështu janë të gjithë mualimat, hoxhallarët e besimtarët që u mësojnë njerëzve fjalën e Allahut dhe përcjellin atë brez pas brezi. Allahu u dhash bereqet në jetën e tyre në këtë botë dhe në botën tjetër, i shpërbleft me të mirat e tij. Shkolla e hifzit do të vazhdojë me angazhimin e saj në përgatitjen e kuadrave të reja në frymën e Kur'anit, gjithmonë me përkrahjen morale e financiare të xhamatit tonë, deri në ditën e fundit të kësaj bote. Për fund, në emër të shkollës së hifzit, lutim Allahun që hafizin e ri ta ruaj, t'ia mundsoj ta ruaj Kur'anin ashtu si ja ka mundsuar ta mësoj atë. Allahu e bëft hafizin e ri motiv për ata që kanë filluar ose dëshirojnë të fillojnë këtë rrugtim jetësor. Allahu e bëft prijes të hajrit e jo të sherrit. Urime hafizit, familjes, mësuesit e tij, besimtarëve të kësaj treve dhe gjithë ummetit. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Faleminderojmë hafizin e nderuar dhe tani është rradha të ftojmë kryetarin e Këshillit të Bashkisë Islame të Kosovës në Preshevë, Nexhmedin Efendi Ademi për një fjalë rasti. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falënderimet e panumërta i meriton Allahu i lartësuar, Zotin e adhurojmë, i vetmi i cili meriton të adhurohet dhe të shenjtrohet. Përshëndetjet më të zgjedhura nga kitubim i zgjedhur i përcjellmit të i dërguari jon Muhamedi alayhi salatu wassalam, të familja e tij, të shokët e tij. Kushdo që e pason, inshallah dhe ne do të pasojmë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar motra dhe vëllezër, të nderuar xhamat, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira e Allahut qoftë mbi të gjithë ne. Të nderuar hafizlar, i nderuar Hafiz Bilend, i nderuar drejtori i shkollës së Kur'anit Hafiz Orhan, të nderuar xhamat, kolegë, anëtar të Këshillit, dhe gjithë ne që jemi këtu, sot jemi të buar që të prezantojmë një promovim të veçantë, një ngjarje të veçantë që është hifzi i Kur'anit. Na ka bë sebeb që të jemi këtu Hafiz Bilenti, këti të gjithë atyre që u bënë sebeb, Allahu inshallah i jep shëndet, i jep të mira edhe i jep bereqet. Hafiz Orhani më tha që pak të zgjati, jo shumë, 5 minuta, jo më shumë, por të kalon nga agenda e fjallimit që mos jetë veç për shëndetje rasti. Allah e lartësuar ata që e lexoj Hafiz Agoni në Kur'anin e lartësuar thot: "Nesta'idhu billah wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir."
Ne Kur'anin e bëm të lehtë për mësimin zënje, por pastaj a ka dikush nga ju që merr këshilla edhe merr mësim. Në thotë i dërguari jon, dashuria e zemrave tona Muhamedi alayhi salatu wassalam, më të nderuarit e ummetit tim janë ata të cilët e bartin Kur'anin famlart. Hazreti Osmani radiallahu anhu përcjell një hadith prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që ju e dini të gjithë, ne e përsëritim shpesh. Më i miri ndër ju është ai i cili e mëson Kur'anin dhe pastaj u mëson edhe të tjerëve. Të nderuar vëllezër dhe motra, pranishëm besimtarë, Kur'ani është ruajtur në dy mënyra: me anë të shkrimit dhe me anë të mësimit përmendës të tij, domethënë nga hafizlart edhe nga institucioni i hifzit. Këto janë mënyrat e veçanta të ruajtjes së Kur'anit famlart, me të cilët ai edhe është ruajtur që nga fillimi i shpalljes. Ju e dini të gjithë, fjala hafiz në gjuhën arabe ka kuptimin e bartjes, mbrojtjes, ruajtjes, që ka rrjedhur nga folja hafidha. Dhe është ai i cili e memorizon Kur'anin, e ai që e memorizon Kur'anin quhet hafiz, ashtu që kemi sot hafizët këtu prezent përpara, edhe që kemi sot hafizin më të ri të Luginën e Preshevës, Hafiz Blendin. Të vëllezër dhe motra, i pari i cili në zemrën dhe shpirtin e tij e qëndisi Kur'anin fisnik përmendës është Muhamedi jon, pejgamberi i dashur sallallahu alaihi wasallam. Pastaj 4 halifët e drejtë, Abu Bekri, Omeri, Uthmani dhe Ali radiallahu anhu. Prej muhaxhirëve Talha ibn Ubaidullah, Saad ibn Abi Waqqas, Abu Huraira. Ndërsa nga hafizet femra, Aisha radiallahu anha, Hafsia, Ummu Salama e tjerë. Prej ensarve, do më thonë prej medinarive, Ubejt ibn Kabi, Muadh ibn Gjabeli, Zeid ibn Thabiti, Zeid el Ansar, Ebu Darda radiallahu anhum dhe të tjerë. Të vëllezër, veçohen 2 qendra kryesore të mësimit, hifzit, memorizimit të Kur'anit. Njëra në Mekën fisnike, e cila quhej Darul Arqam, ndërsa në Medinën e ndryshme ishte vendi pras xhamisë së pejgamberit alayhis salam, i quajtur Ashabu Suffa. Në këto 2 qendra, shumë nga sahabët radiallahu anhum e kanë mësuar Kur'anin përmendës. Në periudhat e mëvonshme, mësimi përmendshëm i Kur'anit filloi të formsohet, të sistematizohet me metodat teknike, për shembull, në periudhën e Selxhukëve, formimi i Darul Hufazit dhe Darul Qurras tregon se mësimi përmendshëm i Kur'anit ka marrë një formë të institucionalizuar. Gjatë perëndërisë osmane, gjatë kohës së perëndërisë osmane, veçanti gjatë periudhave të saktuara, Stambolli numëronte mbi 9000 hafizler. Çudia, statistikët tregon se shumica e këtyre kanë qenë gra, vajza. Sot ka miliona hafizler në përbot. Po e ceki qëllimisht se vendi i cili numëron si region më shumti hafizler në botë është Gaza. Para 2-3 viteve, Ismail Haniyeh, lideri i Hamasit dhe i rezistencës palestineze në Gaza, ka promovuar në një tubim publik mbi 15.000 hafizlar. Sot, këtë vit, ata po përjetojnë një Golgot, një tmerr të madh. Gaza numëron me mbi 50.000 hafizlar. Bereqeti i hifzit i përcjell besimtarët kudo që janë. Lusim Allahu xhaleshanu u xhelalu, ata vështirësitë të cilat ai popull po e përjeton atë, sot këtu nga Presheva, nga ky promovim i harit, ti përcjellmi lutje dhe duat e tona, Allah inshallah i ndihmon, i forcon, dhe Zoti inshallah i mundson që të arrijë qëllimet e veta për liri dhe për të drejtën
që i takon çdo njeriu për të jetuar në mirëqenie dhe në dinjitet. Tradita e hifzit ndër shqiptarët natyrisht fillon me perandorinë osmane, Prishtina, Peja, në veçanërisht Prizreni, me medresën e vet, kanë qenë burim i pashtershëm i nxjerrjes së hafizllarëve dhe duke ja bashkangjitur këtu edhe luginën e Peshevës. Vendi jon ka një traditë mirë të hifzit, elhamdulillah. Ka arrit të ruaj traditën e hifzit edhe gjatë kohës së komunizmit. Kur ka qenë më vështirë, hoxhallarët e tonë të nderuar, hafizlerët e tonë të nderuar, e kanë ruajt Kur'anin vet, e kanë mësuar vet, e kanë përcjell vet, e në mesin tonë sot këtu kemi hafizlar të cilët janë hafizat e hafizëve të periudhës së komunizmit. Prandaj kjo është një bereqet mjaft i madh, e ata që e përmendi Hafiz Agoni, një shkuqe që e patën, elhamdulillah pi Zotit, ja që tash arritëm prap ta nxjesim dhe ta vazhdojmë traditën e hifzit ati ku jemi edhe sot. Dhe në fund, për mos të zgjatëm më shumë, se nuk i kisha plan të zgjatëm kaq, Kurani ngren në gradë të lartë në xhennet shoqëruesin e Kur'anit, hafizin. Kemi tu hafiz, po e ceki këtë hadith edhe për Hafiz Bildentin, edhe të tjerët, edhe dashamirët e Kur'anit, librit të Allahut të lartësuar. Shoqëruesit e pandarë të Kur'anit, hafizit, xhamat, i thuhet në botën tjetër, lexoje Kur'anin, në xhennet inshallah, ngjitu në xhennet, recitoje Kur'anin ajet pas ajetu, vard pas vardi, sukur që sheki recitu ajet pas ajeti në këtë botë, në këtë dunjë. Pozita, shkalla e jote do të ngritet në xhennet ajet pas ajeti që sheki lexuar që nga fillimi, dhe deri te fundi i ajetit vazhdimisht do të kesh ngritje në xhenetet e Allahut të lartësuar. Prandaj Hafiz Bilan sot ju ki bashkangjitur këtij grupi të njerëzve të mrekullueshëm, të cilën bartin Kur'anin e Allahut të lartësuar, ruajnë fjalën e Allahut të lartësuar, dhe inshallah do të jetë nur e dritë në këtë dhe në botën tjetër ta recitoni në mënyrë që pastaj të përfitoni drejtjet e xhenetit, ashtu siç na ka premtuar pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Allahu ju shpëlqet shëndet edhe shkollës Kur'anit, edhe hafizëve të tjerë. Zoti na vendos Kur'anin në gjokse dhe në zemrat tona. Allahu e boft ato dritë dhe nur në shtëpitë tona, në familjet tona, në shoqëritë tona. Kur'ani do të mësohet dhe inshallah do të ketë prej atyre të cilën marrën mësim prej Kur'anit. Feja jonë të ndrua vëllezër na mëson këtë. Gjë kam thënë në hutbë sot, po e përfundoj kështu. Gjanat Islami i lavdëron janë të lavdëruara në Islam. Kur'ani është i lavdëruar. Kur'ani është i kërkuar, ama nuk guxon me qenë i munguar në shoqërinë tonë. E ka lavdëruar Allahi, e ka kërkuar Zoti, ama nuk guxon me qenë i munguar. Domethënë duhet me qenë prezant, qoftë prezant dhe gjithmonë qoftë shpi me Kur'anin. Faleminderit, Allah i shpërblet. Falenderojmë hoxhën e nderuar për këto fjalë dhe tani është momenti më i rëndësishëm i kësaj ngjarje për të cilën jemi mbledhur edhe ne sot. Ftojmë anëtarët e komisionit vlerësues në përbërje të Hafiz Abdul Kerim Ebibi, i cili është edhe kryetari i këtij komisioni, por fatkeqësisht ai sot s'mund të jetë prezant në mesin tonë për shkak të disa arsyeve personale. Vazhdojmë të ftojmë gjithashtu edhe anëtarët e këtij komisioni, Hafizin hoxhën e nderuar Vesim Abdiu, Hafizin Suad Shabani, si dhe Hafizin Agon Mehmeti. Ftojmë gjithashtu të bashkangjiten këtij karavani të hafizlerëve edhe Hafizi i nderuar i ri Bilent Jakupi, së bashku me muhafizin e tij Hafiz Orhan Ademi.
بسم الله نسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الرحمن يا الرحيم يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض خالق كل شيء أنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم يا ربنا قد اجتمعنا في هذا المجمع لنرجوك أن تقبل منا ما قرأنا من القرآن العظيم ومما ختم من الحفظ القرآن العظيم. اللهم إنا نسألك أن تجعل له قرآنا في قلوبه نورا وفي قلبه نورا وفي سمعه نورا وفي بصره نورا وعن يمينه نورا وعن شماله نورا ومن فوقه نورا ومن تحته نورا وفي دمه نورا وفي مخه نورا وفي عظم نورا وفي شعره نورا. باسمك اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت له نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي وشفاء صدري وذهاب همي وجلاء حزني. باسمك اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تجعل القرآن ربيع قلبه وشفاء صدري وذهاب همه وجلاء حزني ونور صراطه ودليلا في كل حين وفي حياته.
واجعله نورا على الصراط وحفظا من النار واجعله شفاعة يوم القيامة عند الميزان واجعله نورا يوم القيامة. اللهم اجعل حفظ هذا القرآن سببا لنصرة المسلمين في كل مكان، خاصة في بلاد المباركة. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وإنهم جرح فخفف عنهم، وإنهم مرضى فاشفهم، وإنهم مغلوبون فانتصر، وإنهم قتلى خفف عنهم. عليك بعدوهم يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا، اللهم ربنا تقبل منا، اللهم ربنا تقبل منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والسلامة على المسلمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Allah I ka fullë me hajri, inshallah. Allahu është përbleft hafëzin e ri për këtë lexim të mrekullueshëm, lutim Zotin që ta ruaj atë dhe t'i ruaj hifzin deri në frymën e fundit. Profeti alayhis salam në një hadith thotë: ai që lexon Kur'anin dhe vepron sipas tij në ditën e Kiametit, prindërve të tij do t'i vendoset një kuror, drita së cilës shëndrit më shumë se sa drita e diellit. Pra, si mendoni për shpërblimin e vetë personit? Në njën e këtij hadithit ftojnë prindërit e hafizit të ri që t'ia vendosin shallet djalit të tyre. T'ia dorëzoj diplomën e hifzit. Gjithashtu ftojmë dhe kryetarin e Këshillit të Xhamisë Medina në Bushtran që t'i dorëzoj dhuratën hafëzit të ri. Një përshëndetje e veçantë në të manifestim shkon edhe për hafëzën e nderuar Abdulkadir Abazi, i cili ka ardhur nga Kumanova që ta përcjell këtë tubim. Të nderuar të pranishëm, ju përshëndesim me përshëndetje islame. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Një urim nga xhamati i jon El Medina i shkon hafëzit Birend dhe në emër të xhamatit tonë ju urojmë mirëseardhje në xhamin tonë dhe punë të mbarë në xhamin tonë. Duke mos haruar edhe Molla Reshatin që ka dhënë një kontribut të madh. Një urim i veçantë është nga xhamati jon për hafëzin tonë të nderuar Orhanin, i cili dha një kontribut të madh
të palodhur në mësimin e hifzit për xhamat për klientin hafezin tonë të nderuar. Të pranishëm, assalamu alaikum wa rahmatullah. Atëherë të nderuar besimtarë, me kaq po e përmbyllim këtë manifestim simbolik. Zoti ju shpërbleft për prezencën tuaj dhe miru pafshim në takimet tona të radhës. Për të gjithë ata që janë ftuar në darka shtohet në ora 5 në restorant Romansa në Zhurnic. Ju falenderoj dhe miru takofshim. Selam aleikum.